Mirëmbrëma të nderuar miq, premtja erdhi dhe ne takohemi sërish në valët e televizionit Klan në emisionin e drejt për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Java që lan pas, arriti të mbush me shpresë zemrat të përvojtura nga malli dhe ankthi. Edhe kjo e premte, fal telefonatave të teleshikuesve që s'kan rreshur për asnjë moment dhe punës së stafit të njerëz të humbur, arritën që të kthehen në shtëpi djaloshin 16 vjeçar Leonard Limani. Ka shumë teleshikues të cilët kanë pyetur se çfarë është bërë me djalin e vogël 14 vjeçar, të cilin ne kemi kërkuar në studion ton Leonard Limani. Do doja të ndiqnim kronikën dhe të merrni vesh se vërtet çfarë ka ndodhur me Leonard Limanin. Ndjekim insertin. Mungesa e Leonardit shtonte frikën dhe ankthin, që tashmë kishte pushtuar veçanërisht zemrat e prindërve. E vetmja portë e hapur në kërkim të fatit të djalit ishte prezantimi në emisionin Njerëz të humbur, aty ku telefonatat dhe informacionet do të ngrinin pistat e mundshme të vendodhjes së tij. Informacionet ndoqën njëri tjetrin, duke i dhënë familjes shpresë dhe kurajo për djalin e tyre, deri në momentin ku një telefonat e ardhur në redaksi do të na çonte drejt një gjetje, nga ato që mund të cilësohen pa frikë të suksesshme. Si quheni? Leonard Limani. Leonard Limani, sa vjeç je? 16, na. Ka marrë malli për 20 vjeç? Po, Për kë më shumë? për babin e për mamën. Çfarë do thojë atyre tani nëse do të dëgjonin duke folur? Mos u bëni marak, se jam Tiranë, jam tuar. Sot Leonardi është në shtëpi. Mimoza Poturi, një histori që prej 3 vitesh kishte mbushur me dhimbje dhe hidhëri zemrat e 2 prej vajzave, duke mos dhënë asnjë arsye për largimin e saj. Verifikimi në kohë reale i informacioneve bëri të mundur kontaktin me të. Një histori që preku në mbar shpirtrat e shqiptarëve, një nënë që kërkoi nga 2 fëmijët e saj. Jeta e një gruaje e cila zoti rrugën e një emigrantje në shtetin turk. Dukej sikur çdo gjë po ecte me hapa të duhur, deri në ditën e 1 dhjetorit të vitit 2006, datë e cila do të mbante enigmen e Mimoza Poturit, 40 vjeçares dhe vajzës së saj Zuhalit, 8 vjeç. Telefonata që u arrit të bëjë me Mimoza Poturin i dha një përgjigje vajzave të braktisura. Nana e tyre ishte shëndoshë mirë dhe i uronte për një të gjë vajzave të saj, por asnjë shpresë për t'u bashkuar përsëri me to. Pra, gazetarët e emisionit kanë kontaktuar me Mimozën dhe do doja në këtë momente të ndiqnim se çfarë na ka thënë Mimoza pikërisht për këtë zhdukje në thonjza ose largim të saj prej familjes në Stamboll. Me Mimoza Poturin flas. Unë të telefonova për arsye se ti në personin tonë rezulton si një person i humbur që kërkohet. Ku jetoni në Kosovë? Në Kosovë. Vajzat që ju keni lindur që ndodhen në Turqi ju kërkojnë. Jo, mirë jam, shumë mirë jam. Po, vajzat tjetër që keni marrë me vete, si është me shëndet? Shumë mirë është edhe ajo. E po në jem normal, që normali, po me i pa dhe nuk du me folë. Më falë të shpyrë diçka, nuk do të flasësh me ish bashkëshortin tuaj apo me vajzën, sepse faktikisht ato nuk është se kanë faj për gjithë atë histori që kanë ndodhur. As me ato, me asnjëni. Allah i qitë në dritë, Zoti i qitë në dritë. Një tjetër familje që kërkonte fatin e djalit të tyre ishte ajo Cervanaku. Apostoli është larguar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1992. Arsyeja ishte mjekimi nga një sëmundje, por që familjarët e tij kanë shumë dyshime rreth kësaj. Fillim viti mbrapsht, ku duke se humbja e paralajmëruar që kishte filluar disa vite më parë, me harresën e gjuhës anëtare, do të shtriri dal nga dal dhe në ato fizike. Parimi se largësia dhe mos komunikimi do të shtresonte mallin për familjen, deri në zhdukjen totale të tij, në memorinë e një fëmije që tashmë po rritej, duke se zëvendësoi humanizmin për t'i shpëtuar jetën me pengmarrjen e saj. Nuk është e drejtë që një familje të hiqet në këtë lloj mënyre fëmia e tyre, pasi ata e dërgojnë për kurime dhe më pas nuk din për fatin e djalit. Ai ka pohuar se
Kjo familje, pra familja Rujtës, ka thënë se djali nuk është më në familjen e tyre, pra ishte larguar. Ka diçka që ne mund ta publikojmë se diçka të rëndësishme që duhet ta dëgjojnë dhe familjarë, por dhe teleshikuesit. Atëherë gjatë gjithë kësaj jave, stafi i emisionit Njerëz të Umër ka punuar vërtet shumë për këtë rast. Kemi arritur të gjejmë një adresë, mendojmë se është e saktë për djalin. Ai jeton në Meksiko, është marrë dhe adresa e saktë e shtëpisë ku ndodh momentalisht. Jemi duke kërkuar për një numër telefoni të tij personal. Adresa ku mendojmë se mund të ketë jetuar familja adoptuese është në Grand Rapids, Michigan. Josif Karaj, gjurmëjete janë shfaqur për të në shtetin gjerman. Një hap më pranë drejt gjetjes të zgjidhjes së historisë së tij. Atëherë në sajt kërkimeve që ne bëm dhe verifikimeve që dhe ju sapo e thatë, atëherë shenja e jetës së tij dhe vendodhja e tij është pikërisht e fokusuar në pistën e Gjermanisë, të cilën në javën e parë ne menduam sigurisht e thjesht një pistë e vakut, po në sajt verifikim që ne bëm, atëherë mund të themi që ndodhet pikërisht në Gjermani. Telefonatat dhe informacionet nuk munguan edhe për rastet e tjera që u prezantuan atë natë në emision. Mirëmbrëma të nderuar miq, pra siç e ndoqët emisionin e hapëm pikërisht me ato momente që ne kemi përjetuar të gjithë së bashku një javë më parë në studion ton, edhe njëherë dua t'ju përshëndes të gjithë juve që na keni shoqëruar me informacionet gjatë gjithë kësaj jave për personat që ne kemi kërkuar dhe kemi publikuar në studion ton. Sonte do të fillojmë emisionin ton, do të kemi shumë raste, por unë do të dua t'ju anoncoj pra që në fillim të emisionit se do t'jetë emisioni fundit për këtë sezon. Mëtej të premten që vjen do t'jetë një backstage me të gjitha ato momente të cilat ne kemi përjetuar të gjithë së bashku, momente gëzimi, momente hidhrimi, momente kërkimesh, investigimesh në studion ton. Sonte do të kemi 2 raste kryesore të cilat do të na vinë nga Kosova, bëhet fjalë do të vazhdojmë sërish me historinë e Besarta Gecajt, si dhe do të ndalojmë hollësisht natën e sotme tek historia e Ukshin Hotit. Gjithashtu sonte do të udhtojmë nëpërmjet kërkimeve tona në shtetin anglez në kërkim të fallit të Arjan Brahimit. Zhvillimet e reja do të kemi natën e sotme, pra duke marrë parasysh të gjitha ato që ju keni dërguar në adresë të emisionit tonë për Arjan Brahimin. Do të kemi një lidhje direkte me Londrën, me korespondentin tonë aty, pra Esat Braçe, si dhe do të kemi një lidhje direkte me ambasadorin shqiptar në Londër, për ndihmesën që janë duke dhënë pra të gjithë në kërkimin tonë për në lidhje me Arjan Brahimin, por dhe me raste të tjera të cilat ne i kërkojmë në shtetin anglez. Gjithashtu natën e sotme do të vazhdojmë kërkimet tona në lidhje me Josif Karajn, do të kemi një lidhje direkte më në fund me korespondenten tonë në Gjermani, pra Blerinën, e cila do të na japi të rejat e fundit në lidhje me vendodhjen aktuale të Josif Karajt. Do të kemi dhe raste të tjera, pra do të ndalojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet kërkimeve tona për historinë e Apostolit Cervanakut. Atëherë të familjarët e të gjithë këtyre personave të cilët unë sapo ja anoncova ndodhen me ne në studio, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Por natën e sotme do të qëndrojmë dhe në histori të tjera, të cilat kanë ngelur pezull dhe ndoshta sërish në sonte do t'i publikojmë për të pritur informacione dhe telefonatat tuaja. Dua t'ju them se dhe mbas momenti që ne nuk do t'jemi në drejt përse drejti, pra çdo të premte në emisionin ton, stafi i emisionit vazhdon të punojë në redaksinë e tij, në zyrat e tij, dhe në këtë mënyrë ju mund të kontaktoni me ne në numrat tanë telefonit, të cilët janë vazhdimisht në ekranin ton, por mund të dërgoni dhe informacionin tuaj pra në postën tonë elektronike njerëztumbër.com. Gjithashtu mund të kontaktoni me ne dhe duke dërguar SMS në numrin celular AMC. Pra janë shumë mënyra kontakti ku ju mund të kontaktoni me stafin e emisionit Njerëz Tumbër, i cili siç e thash do të vazhdoj punën dhe sërish do të startojmë në shtator. Atëherë të nderuar miq, fillojmë pa humbur kohë, do të anoncojmë në këtë momente pasaporta televizive, bllokun e parë të pasaportave televizive. Shpresoj që ju të na ndihmoni pra me informacione për çdo person që do të dini diçka për fatin e tij. Atëherë mos humbim kohë, por japim menjëherë bllokun e parë të pasaportave televizive.
të nderuar miq, ky është bloku i parë i pasaportave televizive. Shpresoj që ju të na ndihmoni nëse dini diçka për fatin e këtyre personave. Dhe ne vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë. Në këtë moment pra do të kalojmë në raste që na vijnë nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Tu dua të përshëndes të gjithë shqiptarët që na ndjeken nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi dhe shpresoj që të na ndihmojnë natën e sotme me informacione për të gjitha rastet që ne do të publikojmë pak më poshtë dhe fillojmë pa humbur kohë me rastin e parë të cilin do të na e publikojë Bernardi. Mirëmbrëma Bernard. Mirëmbrëma Ida, mirëmbrëma të gjithë teleshikuesët e televizionit Klan dhe emisionit Njerëz të humbur. Do të vazhdojmë me rastin e Advesh Shalës, 47 vjeçarit, i cili është lindur në Vushtri të Kosovës dhe ka shkëputur kontaktet me të njohurit dhe të gjithë të afërmit e tij me datën 24 qershor të vitit 1992 nga Slovenia. Për shumë herë, pra Advesh Shala është publikuar në emisionin Njerëz të humbur, ka patur shpeshherë edhe teleshikues për vërtetës të cilët kanë dhënë informacione, megjithëse kanë qenë informacione disi të vakte për të, prandaj insistojmë për ta publikuar dhe sonte rastin e tij. Ai quhet Advesh Shala, siç po ndiqni edhe në ekran, është aktualisht 47 vjeç, i lindur në Vushtri dhe ka shkëputur kontakte me datën 24 qershor të vitit 1992 nga Slovenia. Ndërkohë jemi duke ndjekur pra dhe foton e tij, janë të lutur të gjitha personat cilët kanë informacione për Advesh Shalën, i cili aktualisht nëse është gjallë dhe na ndjek sonte duhet të jetë 47 vjeç, janë të lutur të gjitha ata personat të kontaktojnë në të gjitha mënyrat e kontaktit me emisionin Njerëz të humbur. Pra edhe një herë unë do doja të anonconim të gjitha ato mundësi ku këta persona mund të na kontaktojnë.